Përshëndetje. Përshëndetje Rahim, përshëndetje Ilmije, faleminderit. E kam fort siklet me bo kështu video, me fol me vetën, para telefonit, por ku më thotë që është për Rahimin, nuk mu isha me refuzu. Nisha si obligim. Dhe faleminderit që më thotë, e që më përzgjedhët mu, do shta si njeri afërt me Rahimin. Faleminderit Rahimit që ma ka dhonë këtë mundësi me konë njeri afërt me ta. Apo Gjaka që shje, aje mirë, si me pa më ty, ke up krejt, duke dilson të prova kemi. Me Rahimin njihem pej ko studimeve, kur isha student, ndoshta është Rahimi pej të parve aktorëve që kishin diplomuar, që na afrojke, na majke afer, na punojke me neve, na kallëzojke, na nimojke, ojke. Gjaka, çka me fol për Rahimin? Çka do që të thuish është pak, se është djalë fantastik, aktor fantastik, një djalë që s'ka qift, është s'na dalin ndoshta një 7 emisione, pak, s'pedi, ma shumë. Gjaka, ti uroj krejt mirat, du fort, edhe je maj miri, vazhdo me konë kjo që je konë. Du shumë. Miru pafshë. Hajde, shijelim provë, hajde që, mos e zgatë shumë. Sot e keni edhe provat, prandaj po tha mos e zgjatë shumë. Abedini, me Abedinin Pekur filloj, pekur e kam njoftuar fakultet faktikisht, se ne kryim, këto e filluan, normal që në fakultet ke pastaj punë tjera administrative, edhe punën që fillohet pastaj edhe me këto të klasës regjisë, edhe kemi punuar bashkë me Abedinin, pastaj me që se vazhdova edhe pak jetën në Tetlov, kemi qenë edhe Cimera, edhe me fillu edhe unë tani shumë për Abedinin, s'na dalin edhe 7 emisione tjera, pastaj kështu që më shumë që e çmoj te Abedini është që unë, sa vjet ka, 2016, po të themi që jemi njoftuar, deri sot do bëhen 10 vjet diku, unë nuk kam pa Abedini që një situatë ta shohin skeptik, është gjithmonë pozitiv, edhe din të nuk ndikohet, po që ne të mërzitur kret, ai nuk ndikohet, ai do bëj diçka, edhe kur që ka kthyer kret atmosferën në shumë pozitive. E vërtet në fakt sepse kemi qenë unë edhe më herët kur e përmenda, kemi qenë edhe në një emision bashkë me Abedinin dhe aty normale kam pa që ju jeni dhe shumë shok të afërt dhe prandaj ka qenë ndër të parët të cilët e kam komunikuar pikërisht për këtë surprizë dhe me të vërtet rrezaton shumë pozitivitet.